Ky vendim përbën një akt të qartë diskriminues ndaj studentëve shqiptar dhe dëshmon mungesën e vullnetit politik për barazi reale. Shtrohet pyetja: kush friksohet nga gjuha shqipe dhe pse? A është frika nga barazia, nga pjesëmarrja e shqiptarëve në sistemin e drejtësisë, apo nga fuqia e gjuhës amtare për të garantuar drejtësi dhe dinjitet? Nisma e studentit me Vlan Ademi po mbështetet fuqishëm nga strukturat dhe deputetët e Aleancës për Shqiptarët, Sadik Sulejmani, Halil Snopçe dhe Riat Shaqiri. Studentët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe pa cënuar as pak njohjen dhe përdorimin e gjuhës maqedonase. Refuzimi i Ministrisë së Drejtësisë dërgon një mesazh të rrezikshëm. Mohimi i gjuhës shqipe nuk është thjesht një vendim administrativ, por një alarm serios për drejtësinë, barazinë dhe frymën demokratike në vend. Studentët shqiptar nuk kërkojnë privilegje, ata kërkojnë të drejtat që u takojnë: respekt, trajtim të barabartë dhe dinjitet.